Peja u bë pjesë e festimeve për Ditën e Evropës përmes karvanit të fëmijëve, një aktivitet që solli atmosferë festive dhe edukative për më të vegjëlit. Ngjyrat e gjalla, muzika dhe entuziazmi i fëmijëve krijuan një atmosferë të ngrohtë dhe plot energji. Fëmijët dhe familjet e tyre u bashkuan për të festuar vlerat evropiane me shumë krijimtari dhe lojra argëtuese, duke treguar se si festat kulturore mund të jenë edhe mësimdhënëse e frymëzuese. Përshëndetje, unë jam Bardhi, trajner dhe facilitator në Theta. Theta është një kompani e cila ka një slogan shumë interesant, normal is boring, e çka mundohemi me bëna është me bo sistemin e edukimit në mënyrën ma jo boring të mundshme. Qysh po shihet edhe mbrapa pavarësisht. Si pritet kjo prej fëmijëve? Definitivisht na munduemi me bo aktivitete cilët janë edukative, po të njëjtën kohë edhe që e përçojnë një mesazh, njëjtë siç është tash për Ditën e Evropës. Besoj që jetu kënaq shumë. Dita e Evropës është një ditë që ka fillu me u festu çdo herë më shumë në vendin tonë, edhe tu vlerësu çdo herë më shumë, kështu që edhe na po mundohemi që me i përshtat këto dyat bashk, edhe me shku sa më afër trive, këta që janë faktikisht e ardhmja e Evropës. Çfarë rëndësie ka ky lloj aktiviteti? Faktikisht na kena fillu këtë karavan dje, ku kemi qenë në Fushë Kosovë, tash jemi në Pej, nesër do të jemi në Prishtinë. Kjo krejt për me mujt me ju dhonë mundësinë krejt rive me festu bashkë Ditën e Evropës, edhe mu kënaq bashkë. Çka kisha mujt me potencu është që na e dim që Kosova e ka rinin në përqindje më të re në Evropë. Gjithashtu kjo është edhe një prej vlerave që Kosova e ka, e njëkohësisht Kosova është vlera e Evropës. Kështu që është shumë e rëndësishme që rinia jonë më urrit me vlerat e Evropës, po në njëjtën kohë pa i harru vlerat që na i kemi si kosovar, shqiptar, edhe vlerat që na mundemi me i pru në Evropë. Përveç Ditës së Evropës që po bëhen këto festime, a beson se duhet me pas aktivitete tjera, jo vetëm në Ditën e Evropës, për me pas këto lloj aktivitetesh me fëmijë? Definitivisht, unë punoj në sistemin e edukimit jo formal vazhdimisht edhe shoh që trit janë vlera jonë më e madhe, kështu që duhet me kushtu rëndësi shumë më të madhe edukimit tyne, në vend se me i ndal nga aktivitetet, këta ka nevojë për hapësirën ku munden me u shpreh, ku munden me shpreh kreativitetin e tyne, edhe idetë e tyne. Ky edukimi jo formal që jetu e përmend, a beson që është e ardhmja e arsimit? Mendoj se është një prej formave më të përshtatshme edhe më gjithëpërfshirëse për të gjithë të rinjt. Në mënyrë qysh gjithë secili mundet me gjetë një formë me cilën është më e përshtatshme për me mësu edhe për me shpreh ato që ai e ndjen. Minibusi i karvanit i mbushur me aktivitete të larmishme solli gëzim dhe kurreshtje të gjithë të pranishmit. Aktivitetet inkurajuan kreativitetin dhe promovuan vlerat evropiane si uniteti, diversiteti dhe vetshprehja. Fëmijët morën pjesë në lojra interaktive, ku bashkuan një puzzle gjigant, vizatuan ëndrat e tyre për një Evropë më të drejtë dhe mësuan vallën e unitetit duke kënduar për miqësinë. Ngazëllimi i tyre ishte i dukshëm dhe të gjithë përjetuan momente të paharrueshme. Përshëndetje, unë jam Dea Matoshi, jam logopede të kopshteve qëndrimi ditor Brezi Art në Pej.
Ne si qëndrim edhe si kopshtfa kemi organizu që sot mi sjell fëmijët tek Europasi që me shiju këtë atmosferë fantastike. Si është prit për fëmijëve edhe për prindërve ky aktivitet? Shumë mirë. Këto gjithmonë, aktivitetet e tilla pritën shumë mirë, pasi që edhe ndikojnë shumë mirë tek fëmijët në zhvillimin e tyre dhe mësimin e gjërave të reja. Apo pehet diçka më të veçantë për fëmijët që ju ofron, apo është zgjedhur vetëm bazë qyteteve? Jo, peja ka shumë për me ofru për fëmijë, ka shumë. Ka atraksione të bukura, natyra pastër, mjedise, ka shumë. Kjo mënyrë të mësumit, jo formal, ç'është ndikon kjo te fëmijët? Ndikon shumë mirë, se përveç që këta mësojnë gjëra të reja, ndikon në zhvillimin e tyre, edhe shohin shumë aktivitete edhe diçka që s'kan pa më parë. Edhe ne si kopsht edhe si qëndrim ditor, gjithmonë mundohemi që fëmijët mi mësu me metodat më moderne dhe më bashkëkohore. Ky aktivitet përcolli mesazhin e solidaritetit dhe frymëzoi fëmijët që të ndjeheshin pjesë e një komuniteti të gjerë, atë evropian. Sa vjeçar jeni? Vjetër. 8. Sa për ju pëlqen deri ç'tashti ky aktivitet? 100%. Shumë deri ç'tash. Sa po të pëlqen më shumë ti çto? Që kjo loj, me puzzle edhe aktiviteti. Edhe më. Se ju pëlqen puzzle? Edhe kër më kuni vogël, bëjsha puzzle u knaqëshna. Ma zhvillon mendjen. Këto shtetet a pinjene? Po, disa. Cili është më i pëlqymi juve qëto? Jemi është Spanja. Pse Spanja? Është shtet i bukur. Mu Spanja. Edhe ty Spanja? Po se ka klubet e preferuar të mija që aty. E këshirë futbolin, a? Po. Cili është ekipjet? Reali. Bravo. A keni bo shok të ri këto? Po, shumë. Sa për ju pëlqen me pas diçka që mundi me bo bashkë me shok? Me lujt bashk, mos më ngut, edhe më knaq. E te? Vish mos më përla. Shumë prej tyre shfrytëzuan mundësinë për të krijuar pasaportat e BE-s dhe punime të frymëzuara nga barazia, duke i dhënë krah imagjinatës dhe ideve të tyre pa kufi. Bashkë me të qeshfrat dhe argëtimen, mesazhi i unitetit dhe respektit për diversitetin u përçua në mënyrë të natyrshme e të bukur. Mirë të dashur, erdhi koha të